Ati që ish, ati që është, dhe ati që do të jetë. Ati që ish, ati që është, dhe ati që do të jetë. Jetën time kam përndet, t'ja dhuroj. Jetën time kam përndet. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit Buzëqeshit ditës, na rikthen kënga Jetën ja dhuroj atij nga Vaso Vreshtulla. Edhe në fakt të ftuarin e ditës e kam këtu me mua tani është pikërisht pastori i kishës Bethel, Vaso Vreshtulla, i cili nuk është thjesht një pastor, është drejtues adhurimi, shkruan kënga adhurimi, kështu që jam e sigurt do të kemi për të folur shumë gjëra të rëndësishme me ta në këtë ditë. Përshëndetje Vaso, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi gjithmonë që ti je në Radio Emanuel. Atëherë Pastor Vaso, pa humbur kohë, unë do doja ta nisni me diçka shumë personale. Çfarë përfaqëson Pashka për ty në jetën tënde me Perëndin? Si fillim doja të thoja faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Dhe faleminderit për fjalët e bukura. Unë jam rritur me Radio Emanuel. Gjatë gjithë kohës pothuajse kam dëgjuar gjithmonë radio. Dhe është kënaqësi që në një sezon si kjo të ndaj së bashku me ju, po me të gjithë ata që po na dëgjojnë, eksperiencën time dhe më ka pëlqyer pyetja jote. Sepse është personale mbi të gjitha, Pashka. Eksperienca ime me Pashkën është sa personale, ashtu tani sidomos edhe që kam edhe shërbesën, duhet ta këtë gjën personale duhet ta është pjesë e personales tënde dhe ajo me të tjerët tani. Është vërtet. Duhet ta ndash me të tjerët. Po Pashka për mua është fillimi i jetës. Unë nuk jetoja më përpara, po tani në Pashk me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, unë fillova të jetoj. Këtë përjetim kam gjithkohës që përjetojmë Pashkën. Pashka është kalimi nga vdekja në jetë. Nga vetë fjala Passover, që do thot kalim matan. Kështu ka qenë për popullin e Izraelit që nga fillimi. Kështu është edhe për ne që besojmë tek Jezusi, sepse Jezusi e përmbushi kuptimin e Passoverit. Përgjigja mirë? Është diçka personale, kështu që çdo përgjigje është përgjigje e mirë. Ti na tregove se çfarë është Pashka për ty personalisht, por nëse të vjen një person që nuk është fare i thellë në besim, nuk e kupton, nuk ka dëgjuar ndonjëherë ndoshta edhe për besimin e krishterë, si do t'ja shpjegoje me fjalë të thjeshta domethënien e Pashkës? Do thoja një baba humbi fëmijët. Edhe nga momenti që humbi kontaktin me ta, jo për shkak të babait, po për shkak të fëmijëve të tij që vendosën të iknin nga babai. Babai filloi t'i kërkonte. Edhe qa nuk bëri për t'i gjetur përsëri. Me kalimin e kohës, fëmijëve ju than shumë gënjeshtra. Edhe në momentin më kulminant në një kohë si kjo, babai tha unë do shkoj të jap jetën time për ta. Edhe vetë krijuesi zgjodhi që të jepte jetën e vet për fëmijët e tij. Edhe nuk zgjodhi që t'i thonin faleminderit. Ai tha unë do ta jap jetën time për fëmijët e mi, sepse mi të gjithë prindit bën kështu. Apo jo? E vërtet. Unë do jepja jetën time për ti mbir. Apo jo? Po. Kështu është. Të gjithë prindrit dhe ata që na dëgjojnë dhe shikojnë në këtë momente mund të jenë dakord me mua. Ne japim jetën për të dashurit tanë. Po. Edhe i dashuri jo në qell dhe jetën për ne. Kështu që për të përgjigjur pyetjes me fjalë të thjeshta do thoja që
babai dha çdo gjë që të kërkonte dhe të gjente fëmijët e tij të humbur. Dhe ky është ati Perëndi përmes Jezus Krishtit. Ai dha jetën e vet që të shpëtonte fëmijët e tij, sepse duhesh e paguar një çmim. Vetë Perëndia është i drejtë në karakterin e tij. Edhe ai tha paga e mëkatit është vdekja, kështu që të shlyesh ky mëkat, duhesh e paguar një çmim. Edhe çmimi ishte vdekja. Dikush duhet të vdiste. Dhe ai tha, unë do ta bëj për fëmijët e mi. Unë do ta bëj për Vason, do ta bëj për Ejonën dhe për të gjithë ata që po na dëgjojnë, edhe për ata që do të dëgjojnë këtë emision. Edhe në fakt ai ishte i vetmi që mund ta bënte, se ne edhe nëse vdesim, prap jemi plot mëkate, nuk i shlyejnë dot mëkatet tona. Pastor, mund na tregosh pak më shumë, meqense jemi në këto ujëre, le të themi, pse është kaq i rëndësishëm kryqëzimi dhe ringjallja? Ne dimë që në besimin e krishter janë qendrore, po pse janë kaq të rëndësishme? Çfarë ndryshojnë realisht ato në jetën tonë, në jetën e njerëzit? Le ta fillojmë me ringjalljen. E fillojmë që ku të duash. Ringjallja është e rëndësishme sepse pa ringjallje nuk do të kishte krishtërim, nuk do të kishte fest, nuk do të kishte triumf. Di, kam folur këtë kohë edhe me njerëzit miqtë e mi, po edhe në kish. Shiko, dishepujt e humbën të premten. E humbën me kryqin. Kryqi ishte i rëndësishëm sepse atje duhesh e bërë pagesa. Po. Edhe si thuash, të gjithë dishepujt thanë, ëndrat tona, dëshirat që kishim, ai personi që na jepte dashuri dhe na pranonte kështu siç ishim, iku. Tani nuk kemi më një të tillë. Por me të dielën që është ringjallja, gjithë ato shpresa, ato ëndra që mbeten për gjysëm, u krijuan përsëri, u erdhën përsëri në jetë. Prandaj është kaq e rëndësishme ringjallja. Pa ringjallje ne nuk do kishim të ardhme. Faktikisht mendoj çdo gjë që kemi sot nuk do të ishte, edhe pavarësisht se besojmë ose jo, ne kemi një lloj bekimi të madh jashtëzakonshëm me anë të ringjalljes. Është për shkak të ringjalljes që ne sot kemi këtë që kemi. Është për shkak të ringjalljes që ne kemi një vend që quhet Kish. Është për shkak të ringjalljes që ne kemi paqe dhe një lloj rruge për tek Perëndia, sepse pa ringjallje ne nuk do kishim komunikim me Zotin. Edhe na u desh kryqi, u desh pagesa e dikujt. Dhe edhe shiko, më që flasim për kryqin, kryqi nuk ka qenë një vdekje e lehtë. Po ishte një nga vdekjet më mizore. Edhe sot e kësaj dite, kryqi, kam dëgjuar kohët e fundit për njerëz që kanë studiuar dhe dinë ç'do thotë se si mund të vdesë një person mbi një kryq. Dhe kanë krahasuar vdekje të ndryshme. Dhe vdekja e kryqit është një nga top listën, në kryeson top listën e vdekjeve, nga torturat, për mënyrën se si do të vuante një person. Kështu që nuk ishte një vdekje e lehtë, le të themi, por Jezusi t'ju desh që të vuante çdo lloj detaj në këtë kryq. Edhe gjithashtu kam dëgjuar që në kryq një person duhet si thua, lëshonte të gjithë gjakun e tij. Sistemi i tillë ishte ndërtuar në mënyrë që çdo lloj pjese, çdo detaj gjaku duhet të derdhej. Edhe kjo nuk ishte e lehtë, duhet të kalonin orë të tëra për një person të qëndronte mbi kryq, si puna e Jezusit. Dhe gjithë kjo ishte për mua dhe ty, për ata që po na dëgjojnë, nga dashuria e Zotit Jezus. Faleminderit për të shpjegim. Nuk do të thoja kaq të bukur, se në fakt domethënia e ka të bukur, është i dhimbshëm, por kaq i detajuar edhe kaq i prekshëm. Kemi nevojë që ta kujtojmë në këtë lloj mënyre, sepse ndonjëherë marrim si të mirë qenë, okay, Krishti vdiq në kryq edhe kaq, por ne duhet ta mendojmë më thellë se çfarë i kushtoi në të vërtetë Krishtit. Pastor Vaso, duke qenë që ti je edhe drejtues. Më fare Vaso, më mirë. Okej, mirë, në rregull. Duke qenë që ma dhe lejen tani.
Atëherë, Vaso, duke qenë që je dhe drejtues adhurimi, cilat janë disa këngë adhurimi që do të na i sugjeroje t'i dëgjonim gjatë kësaj periudhe pashke? Ka disa në fakt, por ajo që edhe dje unë po dëgjoja ishte, unë e dëgjoj shpesh këtë Above All, nga Michael W. Smith. Për mbi gjithë shka, a i zgjodhi që të vdiste, të linte jetën e vet, i harruar, ashtu si një trëndafil i hedhur në tokë, u shkel për mua dhe ty. Ka disa këngë si thash, po për shembull ne këndojmë një këngë në kish, gozhdët në duar më tregojnë se sa ti më doje. Të dashur dëgjues, ndërkohë mbani shënime. Sepse jam e sigurt që këngët që Vaso është duke na sugjeruar do të na mbushin plot me adhurim, do të na bëjnë të reflektojmë gjatë kësaj periudhe pashke. Në Krishtin veç, edhe gjithashtu kjo është një nga këngët më të bukura që mund të dëgjojmë për Pashkë. Ne në kish ose në muzikën e krishterë, kryesisht teksti do të ketë me patjetër në shumicën e rasteve do të ketë kryqëzimin apo ringjalljen. Edhe një gjë që është fantastike, por siç përmenda disa tekste këngësh që unë atje e gjej veten time. Sepse ai jeton, erdhe nga qielli në tokë, që i ka rezistuar gjitha kohrave. Po, ai është him, po, faktikisht. Është him. Goxha i vjetër. Po. Edhe unë mendoj që do të qëndroj gjithmonë. Po. Na ka arritur ne dhe do të rrisë edhe brezat e tjerë mbas nesh. Po. E vërtet. Tani s'po më kujtojnë të tjera, po pak a shumë. Ti në të njëjtën kohë edhe shkruan këngë vet, sepse ne dhe transmetojmë muzikën tënde edhe në Radio Emanuel, po ashtu cilat janë disa këngë që ke shkruar rreth sakrificës apo ringjalljes? Nuk po të pyes sa ka, sepse e di që ka, unë me disa madje nga këngët e tua, për shembull, ndoshta po të le të thuash vet, jam rritur si në moshë dhe në besim. Unë do veçoja një që e kam shkruar ose më ka ardhur nga një predikim në një shkollë biblike, ku mësuesi po fliste rreth pjesës së Getsemanis. Po. Edhe ai tha, ne nuk flasim shumë për këtë kohë, që ishte shumë e dimshme për Jezusin, shumë stres. Biblia thotë që Jezusi kaloi në një ankth. Edhe kjo më frymëzoi për të shkruar një këngë që thoshte Zot mos më lejo të harroj Getsemanin. Kjo ishte kënga faktikisht, prandaj tash ok, s'po e them titullin, po është këngë që mua më ka rritur vërtet në besim. Po. Edhe mua më ka pëlqyer që nga momenti i krijimit. Zot mos më lejo të harroj Getsemanin. Mos më lejo të harroj atë agoninë që ti kalove. Se Biblia thotë ai kaloi një lloj agonie. Po. Është e vështirë edhe ta kuptosh faktikisht për t'i vajtur afër asaj që Jezusi përjetoi në kopshtin e Getsemanis. Po kështu, kam krijuar disa të tjera, po do thoja jam shumë i kënaqur me këtë lloj krijimi për Pashkë që ka të bëjë me Getsemanin. Shumë faleminderit që na e pasuron muzikën e krishterë, sepse në fakt kemi nevojë për sa më shumë adhurues shqiptar, të dëgjojmë sa më shumë këngë edhe në shqip në të njëjtën kohë. Përmes muzikës tënde, cili është mesazhi kryesor që ti dëshiron të arritej njerëzit? Është shumë e thjeshtë për të përgjigjur, po nuk do doja që të kalonte vetëm me këtë pjesë përgjigja. Unë do doja me gjithë zemër që mesazhi kryesor që unë do doja të përcjellja, do doja që me anë të muzikës që Zoti më ka dhënë mundësi të zhvilloj edhe të luaj, do doja që njerëzit të kuptonin dashurinë e Atit. Do doja të kuptonim së bashku që ai na done ashtu siç jemi. Shpesh herë ky mesazh në jetën tona është si thua venitur, kemi dëgjuar gënjeshtra rreth kësaj, jemi rritur ndoshta ndryshe, por e vërteta është që
Perëndia aty lart la fronin e vet dhe zbritin në tokë për ne, të na gjente ndërsa ishim të humbur. Dhe këtë do doja që të përcil jam dashurinë e Atit për secilin nga fëmijët e tij. Shumë e bukur, kemi nevojë të gjithë. Kemi nevojë për këtë lloj dashurie atërore, sidomos në ditët në të cilat jemi duke jetuar. Besoj bie dakord me mua që shohim shumë njerëz të lodhur, të thyer, të rënë shpirtërisht. Si do doja t'ja tregoje këtë dashuri të Atit? Ke momentin sot t'i japësh një mesazh këtyre njerëzve, Vaso? Po mendoja këtë pjesën, edhe thash si do ishte më e bukura për ta, edhe më e thjeshta për ta treguar. Perëndia, thot Bibla, aq shumë e deshi botën, sa që dha djalin e vet. Kjo tregon që nëse ti jep djalin, kjo tregon që ti vërtet e vlerëson personin apo gjën që do të blesh fundja. Nëse ti po e krahason kaq shumë dhe po e vlerëson kaq shumë sa po jep gjithçka që ke, atëherë do thotë që personi apo personat, le të themi, kanë vlerë për ty. Aq shumë vlerë kemi ne sa që Zoti Perëndi dërgoi djalin e vet, një pjesë të tij dhe pjesën më të rëndësishme të tij, të vdiste për ne. Okej, jo vetëm të negocionte, po të vdiste për ne. Të jepte çdo gjë që kishte. Kjo është mënyra më e mirë për ta treguar. Gjoni kapitulli 3:16, Bibla thot, Perëndia i shumë e deshi botën, sa që dha djalin e tij të vdiste për ne. Kur ne besojmë te kjo gjë, se Bibla thot, kushdo që beson atë nuk do të humbas, por do të ketë jetë të përjetshme. Kur ne kuptojmë këtë, ne bëhemi të lirë. Dhe ideja është që ai vërtet na do. Zoti vërtet na donte. Vërtet mendon për ne. Zoti nuk është kundra nesh. Zoti nuk është ashtu siç na kanë thënë neve. Ne jemi mashtruar jashtë mase. Ndonjëherë feja, në vetvete vendos rregulla kaq shumë sa që ne mbetemi pas detajeve dhe harrojmë misionin kryesor, dashurinë e Zotit. Gjithçka ka të bëjë me dashurinë e tij. Sepse ai donte të kishte një familje, krijoi botën. Sepse ai donte të kishte kontakt me, donte të kishte marrëdhënie me ne dhe erdhi këtu në tokë për të folur me ne, për të treguar dashurinë e tij, për të treguar dashurinë e Atit. Edhe e njëjta gjë që bën fryma e shenjtë është për të treguar dashurinë e Atit dhe Jezusit, dhe dashurinë e vet. Kështu që gjithçka ka të bëjë me dashurinë. Zoti vërtet ne na do. Prandaj le të kujtojmë ndërsa po përjetojmë këtë sezon pashkësh. Dhe lavdi Zotit që kemi 2 lloj pashkësh. Ne këtu jemi shumë të bekuar. Se kemi mundësi që kaloj javë e parë se kisha shumë mendjen, po këtë javë do ta kem mendjen. Do kem mundësi të fokusohem pak në anën personale, sepse ka shumë mundësi që të kaloj edhe kjo javë, edhe ndoshta edhe javë të tjera, dhe ti je pjesë e pashkës, po nuk e përjeton për veten tënde. Ndërsa kalojmë këtë sezon, këto ditë, gjithë qyteti mbushet me këtë lloj atmosfere në Korçë. Le të mendojmë për këtë pjesë, për këtë dashuri. Qa ishte kjo lloj dashurie? Pse kjo dashuri në jetën time? A është e vërtet mbi të gjitha? E kupton? Kjo është ajo që unë doja të ndaja me gjithë ata që po na dëgjojnë. Zoti vërtet do ty. Zoti nuk të ka harruar, Zoti nuk të ka mënjanuar, nuk të ka lënë, nuk të ka thënë ti je dorë e dytë, ti je dorë e tretë. Perëndia është atje sepse ti je special për të. E vërtet. Domethënë si ti me fëmijën tënd, ti nuk do ta harrosh asnjëherë, dhe kur nuk do të vënitet dashuria jote për fëmijën tënd. Përkundrazi çdo ditë shtohet. Është vërtet. Ne jemi njerëz, dim të duam jo në mënyrën më të mirë, jo në mënyrë të përsosur, por imagjino dashuria e Atit ton qellor, një dashuri e përsosur. Pastaj edhe për ta mbyllur, për të qenë pak më praktik në mbyllje. Si mundet një person të përjetoj
personalisht Pashkën dhe jo thjesht ta shoh si një datë në kalendar. 2-3 gjëra praktike ndoshta që do t'i thoja shpejt. Në kohën që ka ardhur, shumë nuk është kollaj të përjetosh nga ana personale, por ç'a bëra unë dje, po mendoja rreth këngëve të Pashkës, edhe fillova të u veçova, vendosa kufjo në vesh, edhe thjesht thash Zot, ja ku jam, më trego mua ti, kush është mesazhi i vërtet. Ç'a dua të them me këtë? Është që nëse ne duam të përjetojmë nga ana personale mesazhin e Pashkës, thjesht kalo pak kohë, veço sot, veço këtë javë. Vendos disa prioritete, disa minuta. Zot më fol rreth. Ç'a do të thotë? Ç'a mesazhi ke ti rreth Pashkës? Po sikur të lexojmë Biblën pak. Do doja që secili nga ne secili nga ata që kanë pyetje kush është mesazhi dhe se si mund ta përjetoj nga ana personale është veçohu më një anë. Kalo kohë me Zotin. Pyete atë. Folje atij edhe dëgjoj atë. Një këshill shumë e mirë. Unë personalisht do përpiqem ta vë në zbatim edhe sfidoj gjithë dëgjuesit tanë. Edhe unë gjithashtu. Le ta vendosim në zbatim. Edhe jo vetëm gjatë kësaj kohe të Pashkës, por edhe në vazhdim le ta bëjmë një zakon tonin të dim të veçohemi për Perëndin. Vasu, shumë faleminderit për gjithë reflektimin, shpresën edhe motivimin që na solle sot në buzëqeshje ditës. Ishte kënaqësi. Je i mirëpritur gjithmonë. Herën tjetër duhet të vish së bashku me kitarën që edhe të këndosh live për ne. Faleminderit. Në rregull. Dëgjues të dashur të buzëqeshjit ditës, faleminderit që ishit së bashku me ne në këtë puntatë të veçantë të buzëqeshjit ditës. Do të dëgjohemi në puntatën e radhës deri të herë. Mos harroni, vazhdoni dhe buzëqeshjeni ditës pavarësisht rrethanave. Zoti ti këndoj